Ky është shënimi qilash në zyrën e skapit të partisë. Për pojën e spakut Altin Troplini, armikut të egër të pluralizmit politik, gjobvensit ordiner të skapit të partisë, amnistuesit të krimit monstruoz elektoral, avokatit Mjeran të Irenës me 5 mbiemra, Irena Gjoks me 5 mbiemra. Ligji do të thot fjalën e tij. Sali Berisha. E filmoni ju apo sa është vetëm një kopje? Ja. Afroni objektivat. Afroni që të dalë. Ja ta filmoj. Bravo. Ka gjetët thonë të doktor. Tani. Ishte njëri përveç letrës, të ditë pushim. Aty, jo, nuk ishte pushim aty. Aty ishte, lërë mos e luaj. Ja, se aty ishte poja. Kishte Elvis Doçin në zyrë. Është në kërkim Elvis Doçi. Kishte, në kërkim, po aty ata po ipin fitimin e ngarkesave të fundit, po kishte dhe aty dhe Kreshnik Farrukun, 2 të fundit që të cilët i detyrojnë Troplinit lirin që janë dhe fshehjen e mandat arresteve. Ju e morët vesh që operacioni i fundit kishte në epicendër përsëri Troplinit, Elvis Doçi. Pra, ka 5 vite, 4 vite, më fali, 4 vite, që në portin kryesor të vendit që administrohet nga Troplinët, nuk kapet asnjë kilogram kokain, ndërkohë që nga ky port nisin drejt Italisë dhe vendeve tjera tonelata. Javën e kaluar, operacionin në Breshja, që kishte në epicender Elvis Doçin, rezultoi se kishin nisur nga Durrësi 1.3 ton kokain. Tani, përsëri do kthehemi tek ikona e drejtësisë të Troplinëve dhe Altinëve, Altin Dumani, Altin Troplinit, Irena Gjoka. Në mars të vitit 2024, Gazeta Tanea boton shkrimin se Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia. Me 4 mars 2024, KLG-ja nxjerr deklarat në mbrojtje të Irena Gjoks, fytyra e vërtet e qeverisë së drejtësisë. Kush ishte kjo? Në atë kohë ka qenë Llagami, mos gabohem, Llagami e cila për qytetarët deklaron se nuk ka drejtësi, kurse për vete merr me proceset shpejtuara 3 milion euro shpërblimin për pronat e veta. Natyrisht pronat kanë qenë të familjes, nuk mohohet, por që ti marrish ato me një shpejtësi të rrufeshme, vetëm ajo e ka bërë këtë dhe ndaj dhe bënte deklarat në mbrojtje të Irenës. Me 4/5 përsëri me 4/5 2024, Gazeta Prototema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës.
me 7 maj 24, prokuria e përgjithshme 7 maj 24, me ribëntar, ja? Para 20 muajsh, deklaron se po nis hetim të thelluar. Pra, prej 18 muajsh e mban në sirtar hetimin pa asnjë rezultat, e ka futur turshi. Kjo është ligji për këta, këta janë njerëzit e ligjit. Këta janë njerëzit e ligjit që i paguani ju o qytetar me rrogat më të larta në Europë. Urdhoni? Dhe që i votoni ju politikanët. Ne nuk kemi votuar kur këta. Reformën. Këta nuk kemi votuar. Unë po bëj fjalë për persona, sepse këtu, me qenë se doni, absolutisht ka njerëz të ndershëm, ka njerëz punëtor, njerëz që kanë dëshirë të bëjnë ligjin. Do ishte gabim të mendoj se janë të gjithë Troplin apo Irena Gjok. Por ky është një binom, me qenë se jemi këtu. Troplini mbron Gjokën dhe vetëm njësi Altin Troplini mund të bëjë një gjë të tillë. Mund të pranojë një delinkuente siç është Irena Gjoka, duke ditur që diskrediton çdo ditë gjyqtarin, prokurorin, por duke qenë peng që të dy. S'kan interesa tjera përveç interesave të tyre personale. Janë, me një fjalë, janë dy faqezi që kërkojnë të nxjinin faqen edhe të tjerëve, po të tjerët nuk janë si ata. Jemi realistë, sepse do ishte gabim të mendonim se të gjitha ata punojës aty kanë moralin e pojës skapit apo të Irena Gjokës. Me datën 2 maj 2025, gjykata e Anisë shon vendimin me vula apostile, jo vetëm për 2 bimet e Renës, por dhe vendimin penal, dënimin e saj penal të formës prerë. Me datën 5 maj 2025, paraqita para jush këtu vendimin me vula apostile para dyrëve të skapit. Me datën 5 maj 2025, Irena Gjoka mohon që t'jetë dënuar, pra, a ka më faqe zënë se kjo, t'u pyesun ju, një gjykatëse është një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme për një shtet, një grua, një nënë, që merë heq çdo lloj cipe dhe u thot mediave se nuk ka qenë kurrë dënuar. Unë besoj se nuk ka njeri i ndershëm që mund pajtohet me një person si kjo, që s'ka normë, s'ka standard, s'ka moral, por mbrohet nga Altin Troplini. Ajo mohon që t'jetë dënuar ose të buar nga Greqia në intervistë dhënë gazetës apo portalit Birg. Është e vërtet kjo? Është e vërtet. Është e vërtet. Mos harroni se kjo do të thotë krim në vazhdim. Kjo do të thotë, ky mohim do të thotë dyfishim i krimit të kryer, sepse fshehja në formularin e dekriminalizimit, fshehja në formularin e vetimut, fshehja në ILDKP, të gjitha këtyre, ILDKP-i, përbëjnë krimen vetvetes se cili prej tyre. Pardje, si që një gjuhët, një ministër i qeverisë rumune, vendantari i Bashkimit Evropian, dha dorëheqjen vetëm e vetëm se nuk kishte pasqyruar një ndodhi të tij në formularin e deklarimeve në ILDKP-i. Por, natyrisht, ai është një ministër, njeri i qytetëruar, që merr përgjegjësi për gabimin apo fajin që ka kryer, kurse këtu kemi të bëjmë me kriminal që fshihen para krimeve të tyre dhe mbrohen nga njeriu që paguhet, për të mbrojtur qytetarë të tjerë nga krimet dhe nga krimi. Pra, nga prokuror Altin Troplini është dhruar në avokatin
e shpërftyruar të Irenës me 5 mbiemra. Me 6 maj 2025 del prokura e vitit 2023, që Irena, pra një dit pasi kishte mohuar, një dit pasi kishte thënë që s'kam qenë kurrë e dënuar, doli prokura, të cilën Irena me shumë mbiemra e kishte lëshuar për noterin në Fier për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimin e dëbimit nga Greqia. Pra, bie tërësisht alibia se nuk kishte djeni. Për të gjithë ju, për të gjithë shqiptarët, por jo për Altin Troplinin, i cili sklav i veprave të tij është i detyruar të sillet në këtë mënyrë, të poshtroj veten dhe të mbroj të shtrohet nga prokuror në avokat. Me 7 maj 2025, Altin Troplini, poja i Skapit, deklaron fillimin e hetimeve paraprake. Hetimi të mburoj për të mos lejuar shkarkimin e saj, për të mos lejuar veprimet administrative ndaj saj, mbasi thot unë po e hetoj këtë. A ka akt më të turpshëm? A ka akt më kriminal se ky? Duke qenë para gjithë këtyre dokumentave, shpall hetim paraprak si të shpalli me Mek Gonigalin, si të shpalli për Olsi Ramen, si të shpalli në një seri, si të shpalli hetim paraprak për Kreshnik Farrukun, pasi si pas qytetari digital, u pagua me 5 milion euro që të falsifikoj identitetin e tij për të vllain e tij. Ja, kjo është, tani, ka paguar Irena qindra mijëra euro Altin Farrukut, apo e bën se e ka urdhëruar Edi Rama, këtë unë nuk mund ta them. Por cilado që tjetë, pozicioni i tij është pozicioni më i shëmtuar i njeriu pa dinjitet, pa personitet, pranon të vetë poshtrohet, shpyet për ligj, vetëm të zbatoj ose urdhën e parave ose urdhën e Edi Ramës. Pra, deklaroj fillimin e hetimeve, por pa emër, me 8 maj, i kërkova KLG-s shpalljen e mbarimit mandatit Irena Gjokës. Irenës me 5 mbiemra. Maj qershor 25, ndonë se ligji detyron KLG-n të vendosë për 15 ditë për mbarimin e mandatit, vijon loja Kullungeshkës, KLG kërkon prokurisë përgjithshme të shprehet, prokuria përgjithshme fshihet pas Ministrisë së Drejtësisë dhe nuk ka asnjë konkluzion. Turpi dheut. Qershor 2025, del se, ja prandaj janë taktu, njerëzit, prandaj, shko, del se Irena Gjoka, jo vetëm pra, është dëbuar 2 herë nga Greqia dhe ka lëshuar prokuror për të kundërshtuar, ka dënim penal të formës prerë, ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit, pasi nuk ka deklaruar këto, ka gënjur dhe falsifikuar vetimun dhe megjithatë ajo vazhdon detyrën e mbrojtur gjojan hetim paraprak nga poja i Skapit. Nuk ka figura më të diskredituara sot se këto 2 figura. Tani unë jam i hapur për çdo pyetje. Ju i keni përsëritur disa herë këto akuza ndaj zotit Dumani dhe zonjës Gjoka, por pyetjet që shtrohen janë, në raport me drejtësinë, ku ju çon kjo dhe politikisht ju i keni përsëritur disa herë ose në mënyrë të vazhdueshme akuzat ndaj zotit Dumani dhe zonjës Gjoka. Juridikisht dhe politikisht, ku ju dërgon kjo? Spari nuk kam përsërit akuza. Kam paraqitur fakte që ju dhe askush në botë s'mund t'i hedhë poshtë. Është tjetër të formulosh akuza, tjetër të paraqesësh dokumenta me vula apostile. Janë 2 gjëra, janë vula apostile në gjitha marrëveshjet ndërkombëtare
është dokument zyrtar i pakundërshtueshëm. Ashtu, në këtë kuadër, unë po i bëj një shërbim shqiptarëve. Po u bëj një shërbim shqiptarëve, po u tregoj se çfarë llumi ka në organet e drejtësisë. Çfarë kriminalësh që ka në këto organe, se si përdorin ligjin dhe hetimin për qëllime private dhe personale. Unë besoj se ky është një kontribut shumë i shumur dhe të garantoj që sado që sot, po kjo do ndjehet, janë sot 5 ose 6 rezoluta ndërkombëtare të organizatave më të fuqishme të qendrës djathtë, që damkosin politizimin dhe përdorimin e kësaj drejtësie si armë. Ju do thoni që po prap nuk janë të dakord, nuk janë të gjithë të kësaj mendje, po gradualisht kjo do zërë vendin e vetë, sepse e vërteta vonon, po e vërteta nuk harron. Dhe ata të cilët do njihen doradorës me këto dokumenta, do kenë të njëjtin mendim që ka Sali Berisha. Atëherë, në qoftë se ju mendoni që një jurist, një gjykatës, një prokuror mbron kriminalin, përdor ligjin për të mbrojtur kriminalin, ndryshon nga një qytetar që fsheh një kriminal, e keni gabim. Midis atij që fsheh një kriminal dhe këtij që mbron një kriminal këtu, më i lig është ky. Ky është njeriu i ligjit. Ky paguhet për të dënuar kriminalin. Ndaj dhe qëndroj pikërisht, besoj dhe ky është një kontribut dhe mbështetje për drejtësinë. Jam i bindur se çdo gjykatës i ndershëm, i cili jeton me djersën e tij, i cili përpiqet të bëjë më të mirën për zbatimin e ligjit, turprohet jo një, po 100 herë nga Irena Gjoka. Jam i bindur se çdo prokuror i ndershëm që investohet për zbatimin e ligjit në betejë kundër krimit, turprohet nga Altin Troplini. Pra, unë ju ftoj ju këtë punë duhet ta bëni ju gazetar, po unë e bëj edhe për ju që është e vërteta, se ju mungon kurajo në shumë raste, po unë mirë kuptoj. Është krejt. Në thuaj raste, zoti Berisha. Jo, më fali minutë. Sa herë i keni cituar ju këto dokumenta që unë kam paraqitur para? Në secilin rast. Urdhë? Në secilin rast jeni Ba, live mirë, i keni dakord, po sa herë janë bërë objekt studimi, objekt debati në studio televizive Altin Troplini me të gjitha këto që bën? A ka diskretim më të madh për figurën një prokurori se kjo që bën ky? A ka diskretim më të madh për figurën një gjykatëse se ajo që bën ajo? Pra, nuk është ajo që paraqet dokumentat, që cenon sistemin, janë ata të cilët poshtrojnë sistemin, që kanë kryer krime dhe mbeten me çdo kusht në sistem. Dhe këtu kemi të bëjmë me një binom. E mori vetë për sipër, nuk ja dha shumë Troplinit. Jo, se të jemi realist, në qoftë se s'do të hapte hetimin paraprak. Çështja Gjoka ishte në tepër çështje e Ministrisë Drejtësisë, Prokurisë Përgjithshme dhe KLG-s. Kjo është vërtet. Po ky u vetofrue për të hapur hetimin paraprak në një kohë që e bëri vetëm me qëllimin që ta nxjerrë jashtë afateve. E ke lexuar ti Klodiana, se e ke ti dosti e Toyota Yaris. Çfarë bënte Taulant Balla? Kujtohet. Taulant Balla me atë me Daupin i thoshte, t'ja çojmë Taos dosjen e makinave, Çuelçels, që ta nxjerr Tao jashtë afati. Të njëjtën gjë bën ky.
e merr hetimin para pak për ta nxjerrë drejt afateve të parashkrimit. Jo, një minutë. Po shpëton zonjën Gjoka me procedurë, apo jo? Si, urdhon? Po pretendoni që zoti Dumani po e shpëton zonjën Gjoka me procedurë. Po, pikërisht. Nuk na shpjegoni si? Sepse duke shtyr vepra del jashtë afatit të parashkruhet zonjë. Ky është problemi. Ky e merr në mënyrë që vepra e saj të parashkruhet. Ka paguar gjysmë milioni kjo Gjoka me shumë mbiemra, apo e ka urdhëruar Edi Rama, këtë unë nuk mund të them. Por një njeri që ka minimumin e minimumit të integritetit, njerëzor, profesional, nuk e bën kur këtë. Sepse aty s'ka asgjë hetim. Aty janë dokumentat me vula apostile, asaj ndërpritet automatikisht mandati dhe dërgohet për mjekje penale. Se ka mashtruar, ka falsifikuar. Kjo është shumë e thjeshtë, është ABC. Në dalë dikush thotë se nuk mund bëhet kështu. Po unë pse e përdor këtë? E përdor këtë se është rasti më tipik se ç'bëhet pastaj në rrogoz të tjera, bëhet ajo që Troplini merret mandati i Troplinit, vjen mandat arresti ndërkombëtar nga antimafia italiane dhe mbahet në xhep. S'ka nevojë për asnjë lloj legjitimimi nga gjykata. Mbahet në xhep nga Altin Troplini, nga data 26 prill, gjerë me datën 22 maj. Dhe 22 maj, poja, njeriu i 10 tonelatave kokain, që ka 4 vjetë që kontrollon port në Durrësit, a y çan ferë like dhe vazhdon kryeson bande. Pra, besoj se këto janë akte shumë të rrezikshme për mbar shoqërinë shqiptare. Apo Taulan Balla. Ju e dini mirë se ju e keni, unë e di që Klodiana, ti e ke nga Alfa tek Omega dosjen e Toyota Yaris. Kjo është detyra jon, zoti Berisha. Jo, shumë normal, edhe unë them. Po ti ke lexuar aty. Se si Taulan Balla merr përsipër të shpëtoj jo vetëm parat, po të shpëtoj automjetet e krimit. Dhe Taulan Balla vazhdon kryeson grupin parlamentar të Partisë Socialiste, sepse ky hap, e di ç'bëri ky apo jo? Dosja Toyota Yaris, për ata që u dënuan, ata Vladi me shok, është numër 26, edhe për Eriona Daupaj. Dosja për Taulan Ballën është 26 fraksion 1 në zyrtarin e Altin Troplinit. Pra, në vend se të mirë të Taulan Ballën, bashkë me të tjerë dhe ta denonte siç takonte për krimin që kishte kryer, nuk nërmerr asnjë akt, asnjë mas. Atëherë, a është ky në shërbim të krimit, më thuj mua? A nuk është kjo në shërbim të krimit? Ose ma rastin tjetër të tij, nuk mund të sulmojnë kur. Harroj të di një gjë. Do kërkoj 100 herë falur në qoftë se ndodh që u sulmoj njëri të panjohur të pafajshëm. Kur? Por, kur unë lexoj se Taulan Balla me urdhër nga Suelçela, që të shkojnë në Shkodër bashkë me Vatstafën, prokurorin Vatstaka, dhe të lirojnë 2 terroristët që vendosën tritolin në nshalen e Lulzim Kullës, të cilët mund vristin disa qytetar nga eksplozioni, dhe Taulan Balla vazhdon kryeson grupin e Partisë Socialiste, sepse Altin Faqeziu e përdor ligjin si pasurdhit ose interesave të tij private. Pra, nuk pranon që të dënoj njerëz të cilë janë thellësisht implikuar në krim. Atëherë, unë çfarë po bëj? Po sulmoj drejtësinë unë? Jo. Po sulmoj krimin brenda këtij sistemi, po unë garantoj që kam respektin më të madh, më të pakufishëm për çdo prokuror, për çdo gjykatës, për çdo hetues, për çdo polic që zbaton ligjin. Kjo s'mund. Zoti Berisha,
Kena temuar Ben Krajen, kena Cilin, një minut. Ben Krajen. Po, Albert Kena Krajen. anatemuar Jo, Altin Dumanin. Ja, po. Ish sigurim s'keni thonë ju. Troplini thoni Dumanit. Në datë 20 dhjetor do ta njihni kreun e ri të prokurorisë posaçme apo varet kush do jetë? Tani, Ju i dini 4 kandidaturat. Spari nuk qëndron kjo. Cila? Nuk kam anatemuar asnjëri. Kam paraqit dokumenta publikut për delinkuencën, vepritarin kriminale, aktet, qoftë Albert Krajs, qoftë Altin Troplinit. Dhe kjo pra nuk janë anatemim. Më thuj edhe njërë, cili prej këtyre që kam deklaruar për Altin Troplin nuk është i vërtet? Jo, cila? Pra unë kam paraqitur para publikut të vërtetat për te, kurse Kraja absolutisht nuk duhet tjetë në detyrë, se është ish hetues i sigurimit shtetit, bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, është e faktuar kjo, është e dokumentuar kjo. A ju e mohon, bila i thot, po të lezosh atë që ka shkujtur në, nuk ka qenë në njërë në parti, ka qenë deputet, ka qenë kandidat për deputet i partisë punës, po nuk e marrë këte akt. Sigurisht e s'ka pse mashtron, më thonë, edhe s'duhet mashtroj, po ai ka qenë në, është i përket serisë së sigurimit shtetit. Nuk mund tjetë në plus që ka probleme të mëdha të tjera, por është i kapitull më i veçantë. Datë 20 dhjetor do njihni kreun e ri? Kur thoni? Do ta njihni kreun e ri në datë 20 dhjetor? Zotëri, si të shef, unë jam këtu dhe e njof çdo institucion të këtij vendi. Nuk e di. Dhe ti më the se janë 4 kandidatë. E njihni ju të 4. Një nga të 4 nuk kam asnjë lidhje, asnjë dieni për asnjërin prej atyre që zgjidhet. Uroj që t'jetë i pa kapur nga krimi siç ishte Altin Dumani. Uroj që t'jetë i pa kapur. Kaq. Dhe absolutisht unë mbështes dhe njerë çdo prokuror, çdo gjykatës, çdo hetues, çdo polic dhe cilin do që zbaton ligjin. Nuk ka, unë jam njeri i shtetit i gjo. Do më thanë, besimi im politik është kushtetuta dhe ligji. Harrojeni të gjani ndryshme. Kushtetuese ka 2 çështje shumë të rëndësishme për shqyrtuar. Nesër është çështja për zonjën Balluku dhe në datën 17 është çështja juaj. A mund të jepi një koment lidhur me këtë? Në të gjitha hetimet e mia, absolutisht, në gjitha gjykimet për mua, gjykata ka dhënë vendime politike kundra meje siç ka marrë urdhër. Por, cili viu, kush ja bën vetiu. I ran kokës. Kur unë u thosha, unë kisha dërguar në vitin 2012 nenin për heqjen e çdo lloj mbrojtje për deputetin. Edhe prapë votoj atë nen. Po këta e forcuan, tani po përballen me atë që bën. Kështu që le të vazhdoj. Për sa i përket këtij kemi të bëjmë me një skandal madhor ndërkombëtar, të cilin unë do ta denoncoj, po e përgatis dhe do paraqes dokumenta fakte në ora 12:30 para shqiptarëve për aktin e pa precedent, të pa shembull të Edi Rams dhe Belinda Ballukut, që ka bërë dje ka kryer një skandal të madh ndërkombëtar. Dje Edi Rama bëri mashtrim të madh shqiptarëve dhe Europës për të cilat unë do ta denoj atë sot me forcën më të madhe. Dhe kjo ka lidhje me atë vendimin që thoni ju për gjykatën, por sot më mirë për këtë çështje do të flas në ora 12:30 para mediave. Si ishte takimi me diellën, doktor? Takimi me diellën, si ishte dje? Diella e shpartalloi Ramën.
Ku e Po ju nuk takuat e njihni diellën? diellën, zoti Berisha. Se jeni pak kontradiktor, pra Ku nga e njëra anë takuat, dërgoni doktor? kushtetuese, nga ana tjetër e merrni referencë. Çdo gjë që thot të vërtetën, unë pranohet nga unë. Pra e Por legjitimove si ministër virtual. çdo gjë që thot të vërtetën, si prokurore të Edi Rams, ja fishkulloj Edi Rams, janë zori të gjitha mashtrimet. Ku e takuat diellën? Publikisht. doktor? Komunikimet e mia janë pak ufishme. Zoti Berisha, Ilir Meta kërkoi të pyetet nga SPAK për 21 janarin. Çfarë ti Ilir Meta sipas jush për 21 janarin, pyetja e parë dhe pyetja e dytë? Altin Dumani për pak ditë përfundon mandati si kryeprokuror i SPAK. I riu që do vire, do emërohet, a mund ta presi njëjtin fat pra të gjendet sërish në akuza prej jush? Pyetje e para nuk kam gjeni se çfarë thon, cilat gjëra din Ilir Meta më shumë se ç'di unë, mund të di, sepse çdo njeri ka dhe është normale, sepse ju e dini që ajo ngjarje ka në bazë falsifikimin, dhe aty fillon falsifikimin, manipulimin e një regjistrimi të ish ministrit të ndjerit Dritan Prifti, i cili për hir zvërtetës mendoj se do mund të më bënte presion, po unë i thash, sa të dalish nga dera ime bëje publike, pyja mund, s'mund marrë kushtengus, po se erdi jo, kam ikshka, kështu që Ilir Meta mund të ketë gjëra për sqaruar më shumë se sa unë, në këtë drejtim. Aje çoja të thuja, jo, e çoj dhe vetëm regjistrimin në një institut italian shumë serioz është ai, dhe ata deklaruan që është 28 herë ose 27 herë copy-paste. Manipulua e ka bërë Edi Rama me Filip Çakullin. Unë i kam denoncuar këto, po kjo është tjetër punë. Shpresoj që të merren me seriozitetin më të madh me këtë çështje. Nuk di se ç'do bëj. Tjetra, Cila do jetë çësia juaj me kryeprokurorin e ri, duke qenë se Altin Dumani ka nisur countdown-i dhe përfundon mandatin si kryeprokuror. së pari nuk kam asnjë do të thënë, kryeprokurori i ri nuk është caktuar akoma, po ky që është propozuar nuk kam absolutisht asnjë dhënë. 4, doktor, 4. 4, Katër. a pse do të thënë nuk është Adnan një. Gjoli, Klodian Brau, Dolores Jo, unë nuk kam asnjë lloj preference, pik, dhe të them qëndrimi im varet ka apo jo lidhje me krimin, kaq është, asgjë tjetër. Në qoftë se unë sulmoj sot Altin Troplinin, sulmoj sepse kam identifikuar, kam vërtetuar lidhjet e tij me krimin. Pik, asgjë tjetër. A ka ndonjë Po, rekord pozitiv? dhe sipas në jush qoftë se, Altin më falni Dumani minutë, në kryeprokuror? qoftë se unë nuk konstatoj një gjë të tillë, unë kur nuk mund të flas kundër një njeriu që zbaton ligjin. Kjo tjetër si, cili do qoftë për tyre, nuk i njoh. Unë nuk i njoh këta, janë punojës të, nuk janë të ri, kanë kohë në sistem. Pra e njifke, Urdhë? i njifke. Jo, po. Derisa kanë kohën sistem, kanë qenë e kohën tuaj. Kanë qenë, unë nuk them, po pse ka qenë kohën time, nuk do të se e njoh. Ah, okay. Jo, absolutisht, ta më tha, po jo. Dhe shumica kanë qenë, unë nuk them. Shumica kanë qenë. Këte krajnë për shembull unë e kam nxjerrë nga sistemi. E din veti. Për bashkëpunëtor sigurimi e kam nxjerrë nga sistemi. E ka fut Edi Rama, e ka fut Fatosnano i ndjeri. Kështu që ju falenderoj.